30 tetor, ngriuni luftoni për vendin tuaj. Presidenti Trump duket që ka qenë i suksesshëm në gjithë xhillet, marrëveshjet që ka pasur në Kore deri në Kinë, duke joshur presidenti kinez, duke folur me superlativa për të, me synimin për të tërhequr Kinën në bashkëpunim me superfuqinë e vet me Amerikën. Ndërkohë, lajmet mira vijnë që doni i madh nuk do të lejë asnjë hapësirë për marrje të trojve të Kosovës. Për Shqipërinë, ende nuk ka filluar ekzekutimi final ndaj liderit global. Personi që ka zëvendësuar Escobar në departamentin amerikan të shtetit është në Tiranë, kontaktuar edhe me drejtues të PD-s. Rama breth salloneve të Macron dhe indirekt na kujton bashkëshortën e diktatorit Hoxha, kryetarit partë partisë tij, e cila paraqitej si marksist-leniniste e madhe, drejtoresh e Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste. Të paraqeses si studiuese dikë që nuk ka gratë shkencore, nuk është vetëm ngafë, është ignorancë, ofendim, por më shumë për ata që i ftojnë. Franca dihet që ka qenë gjithmonë kundër çështjes shqiptare, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Rama përpiqet të luajë të viktimizuarin si ushtar francez për dalë ndaj donit të madh. Por po mlidhen. Media amerikane, siç ja kam thënë, e cilësoi Noriega ose Erdogan, një gazetë e djathtë, Washington Examiner, dhe dosja vazhdon dhe fryhet. Ndërkohë që zëvendësuesi Escobar është në Tiranë, ai është në të njëjtin vend ku është dhe një nga fytyrat më të ndyra të Amerikës, Alexis Soros, djalvajza e George Soros, ndaj të cilit janë hapur hetime dhe priten gjyqje në 6 shtete amerikane. Që të paraqitet si studiuese, bashkëshortën e kryeministit Ledi Parë shqiptar, e cila u pa qartas që ishte kundër Trump, kur sponsorizoi dhe i bënte hyrjen tek përkthimi i librit të Kamala Harris, figurës tjetër mediokre të politikës amerikane, dhe tregojnë qartë që ku janë peng Rama, familja e tij, jo vetëm familja politike. Në median amerikane është folur shumë ëndra e Ramës për inteligjencën artificiale dhe realiteti shqiptar. Propaganda gjithmonë ka synuar që të krijojë një realitet surreal, siç thonë dikur që janë veri s'di gjë, partia u i deli kthjellët, turbullohet rrugës, e njëjti stil, e njëjta rrugë ndiqet nga Rama. Që të funksionojë inteligjenca artificiale në një vend të pazhvilluar si Shqipëria është nonsens. Amerika, që është nga vendet më të përparuara, përsëri projektet, planet për inteligjencën artificiale, AI, janë utopike sepse duhet një konsumim i energjisë disa fish më i madh se çka rrjeti aktual. Ai që e furnizon me informacion djelzën është lunatiku, lideri global, i smuri i Europës juglindore. ChatGPT-ja, kur doli në fillim, u duk se jep të zgjidhjet më dhe jep për të ndihmuar studentët që nuk duan studiojnë për të marrin përgjigjet e provimeve aty, por në ato orvatit e para që unë përdora, shumica ishin wokizëm, të majta, teori marksiste, aq sa George Washingtonin, ChatGPT e nxirrte edhe afrikan-amerikan. Ndaj, kjo që bën Rama është diçka absurde. Kërkon të spostoj vëmendjen nga realiteti. Ka pasur përplasje me zvendësën e tij, çka sjell një paralele përsëri me kohën e Hoxhës. Përpara se të ekzekutonte dikë, e quante zvendës kryeministër i parë, ose në rastin e ministrit Azbiu, të cilin përpara se ta arrestonte, ta torturonte dhe ta vriste, e dërgoi të fliste te konferenca e Pezës, apo te parakalimi një majë që s'kishte ndodhur ndonjëherë më parë. Dhe më vonë, mbasi e turproi në sallën e Komitetit Qendror, e nxori në terren.
Media shqiptare ka dhënë disa përplasje të Ramës me Ballukun. Ajo që më shqetëson është që nuk e di nëse është e vërtetë që ka telefonuar prokurorin zotin Premshi dhe çfarë akuzash ka, nuk e di, ka drejt kryeministri ta bëj. Dhe ai ka thënë ato që janë. Dhe është thënë që arrestoje më mirë të arrestosh mbas zgjedhjeve. Pra, kjo tregon që politikisht kërkon të kontrolloj drejtësinë, prokurorinë. Dhe jo më kot, është thënë që Dumani është kontrolluar nga Rama. Por të faktuar dhe të provuar nuk mund të kemi dhe nuk mund të themi. Rama do të kuptojë një gjë, që mesazhi është do të goditet ai, por duke rrëzuar tigri dhe elpra ujku, hienat, dhe gradualisht do të shkojë aty ku i takon. Konsumimi është shumë i madh për 12 vjet. Mbas ëndrrës së parë të Ramës për të shitur inteligjencën artificiale si shpikje shqiptare, të dikujt që pikturon karagjozliqe dhe karikatura në zyrën e Mehmet Sheut, tregon stresin e madh dhe pasigurinë. Ëndra tjetër më e madhe, të cilën ka filluar ta sheste ish deputet, gazetar, mendimtar, filozof, njohës të mëdhenj të Amerikës, të Francës, Gjermanisë, të Kinës dhe Surrelit. Rama do ndryshojë kushtetutën. Deputet t'i ka, do të kemi republikë presidenciale me nga 7 vjet, Rama do të jetë 14 vjet president dhe kryeministri do të jetë Basha. Ëndra në sirtar. Në qoftë se Shqipërisë do t'i duhet të bëjë një reformë, në qoftë se do t'i duhet të ketë një senat, në qoftë se do t'i duhet të heqë postën e kryeministrit dhe të vendosë një president, nuk ka pse ta bëj 7 vjet, do të jetë 4, si në Amerikë dhe me kufizim mandatës, por në qoftë se do të ishin të sinqertë dhe të denj, do të vini një kush që ata që janë me poste nuk do të marrin me postë. Kjo hapet rrugë. Të ketë kufizim mandati për parlamentin. Senati, siç e thash dhe doktor Berishës, në Amerikë senati është çdo shtet ka 2 senatorë dhe rin 6 vjet. Pra, i jep rëndësi shteteve jo numrit të votuesve. Pra, New Yorku dhe Kalifornia që janë shtetet mëdha kanë 2 senatorë, aq sa ka Delaware, shtet me 600.000, Hawaii, Alaska, dhe kjo bën shumë të rëndësishme. Në Shqipëri janë 12 qartë që nga 2 senatorë mund të kishim 24. E të zgjidhen një herë në 60 me votim direkt, që të përfaqësoheshin në të elitën politike dhe senati është përcaktues të ligjet e forta. Kongresi, parlamenti në Shqipëri mund të merrte shembullin e Amerikës 2 vjet. 4 vjet janë shumë. Dhe të ishin rreth 60 deputet. Nuk ka nevojë pse. Më shumë. Të votoheshin direkt. Të kishin zyrën e vet. Në zonën që jam është kongres grua, por të jeni të bindur që sa herë trokitet te zyra e kongres gruas ose te kongresmeni thjesht dhe për një vizë të një prindit të një shtetësi amerikane ju interesohet. Këtu ku do të trakasësh? Ata janë deputet listash, nuk përfaqësojnë asgjë. Dhe është e turpshme që nga të dy krahët bëjnë kurse kundër analfabetizmit për të mësuar kongresmenëve shqiptarë ose kongresgrave shqiptare procedurat në parlament. Senati ka forcë shumë të madhe. Mjafton të shikosh zyrën e një senatori ka rreth 100 vet. Zyra e kongresmenit 2, 3 ose 5. Dhe senatori ka një zyrë në Washington dhe zyrë në shtetin që përfaqëson. Të jeni të bindur që zyrat gëlojnë nga njerëzit. Dhe ata bëjnë ato që quhen town hall për të sqaruar. Nuk bëhet është qesharake kjo shikojmë me parlamentin shqiptar që e japim gjithë ekran. Nuk ndodh kjo në Amerikë, nuk shikojmë kongres, ku ka një votim të rrallë, është një kanal si SPN, por jo në kanalet kryesore, ku ka një votim madhor, mundet. Por jo të abuzohet në këtë farë mënyrë. Natyrisht që opozita kërkon, ja thash dhe njerë, departamenti amerikan i shtetit po ndryshon duke afruar djathtë dhe duke larguar figurat politike të majta si Hurricane Company, çka jep shpresë.
Më kanë pyetur shumë që ç'ndodhi me Dodik, ja hoqën, dhe indirekt pyesin për zotin Berishën. Nuk mund të flas asgjë me siguri, por Dodik ishte armik kundër Amerikës me mira herë, në qoftë se marrim kesin e Berishës. Natyrisht që me lobingje kryet çdo gjë, por dihet që është bërë lobingu madh për të vendosur ndaj Berishës. Dhe ideja është me këtru ose ka rënë ose do të bjerë. Problemi është ky. A duhet zblokuar rotacioni dhe kalimi i pushtetit? A do të lejojmë Ramën të bëhet, siç thot Washington Examiner, Noriega apo Erdogan? Nuk ja uroj Noriega. Nuk duat që të vinë marinësët të arrestojnë, ta kapën për zhelesh dhe ta çojnë në i burg. Sepse trafiqet, akuzat janë shumë mëdha. Por nuk do doja dhe Erdogan, autoritar, gjysmë diktator, dhe të qëndronte në pushtet, por Erdogan ka bërë shumë gjëra për vendin e tij. Është autoritar, është i ashpër ndaj opozitës. Nuk them se vjedh zgjedhjet. Ka ushtrim më të madhe, por spitale, shkolla, domethënë klasën e mesme dhe të varfërt i ka ndihmuar në mënyrë fantastike, gjë që nuk ka bërë lideri global i Izraelit. Unë shpresoj ndaj Ramës, ja u them të saktë që dy dosjet nuk janë mbyllur. Dosja ndaj McGonigal, por dhe dosja e fotos me Obamën, çka ishte një krim federal, që një i huaj, aso kohë jo kryeministër, të ndikonte deri tek votimet për shtëpinë e bardhë. Hetimet nisen nga një emër i madh, Dana Rohabar, dhe dosja fle. Teknikisht, ma ka thënë një nga gazetarët në det Washingtonit, prokurorët shqiptarë kanë të drejtë të shkëmbejnë dosjet me prokurorët amerikanë. A e kanë marrë? Po të them se edhe mundet. Hetime paraprake 3 vjet për McGonigal në Shqipëri, mua më le një shije të keqe. E kam thënë disa herë, thjesht me një indicje, me një shkrim, fillojnë hetimet në Amerikë. Dhe ndaj Ramës ka shumë indicje. Fundi mbahet në mend edhe për çdo figurë politike. Fundi Ramës, kam frikë se nuk do të jetë i mirë. Ju falenderoj.